Fermerët e zonës së Trushit po përballen me një situatë të rëndë në sektorin e blegtorisë pasi prej rreth 2 muajsh nuk po arrin të tregtojnë prodhimin e tyre të qumshtit. Si pasojë, sasi të konsiderueshme qumshti po hidhen, duke shkaktuar humbje të drejtpërdrejta ekonomike për familjet fermere. Sipas banorëve, të ardhurat nga shitja e qumshtit përbën burimin kryesor të jetesës për pjesën më të madhe të zonës. Ata theksojnë se ndërprerja e grumbullimit nga baxhet e djathit i ka vendosur në një krizë serioze mbijetese. Ne do të me dorëzu qumshin më sepse e kena hekur s'dojnë. Ju qesim lobe me pi qumshin sepse ka 10 ditë pas mëse se morri. Po çfarë arsye? Arsye nuk e dim. Thonë çfarë dim na. Ne vjen kanë thonë që nuk herë morën sot kanë filluar me morr. Edhe me bëhi e morën 2 ditë se morën javë. Se morën 10 ditë. Unë kam dorëzu deri 100 kg qumsh, po tash i kam hek për arsye se to janë të krizat. Jam të më hekë më shumë. Pas më morr më vëtaj. Qose vazhdojnë ata, qose vazhdojnë prapë si prapë, me boj këtë për njerëzit janë dy me hek. Ne s'kan ç'a bojnë. Ne kena tash ka filluar fuqata e korrës, e mjedhës së tanë. Edhe njerëzit njëta vëzojnë të nesh. Ja po morrim me lekë, ata kanë prekun me lekun. Aktivitetet kanë për arsye të vetë, në zdim jo. Ja thonë ja dokumente, ja punë letë, në zdim jo. Ne ka thonë se morëm më punë. Sot kanë filluar me morën të ditë se morën jo. Kështu që po me pyet njerëzit morën po ton të hell, ka qenë sa kile domun kem shok miqë e dardhën kanal. Nuk kanë ku e quzon, të kush. Dhe ardhëm po, kur ka shumë, dëmë një vjetë gjallë. Keq që nga bëllë me te. Ashtë e vështirë për ekonominë tuaj? Po pa, të Trushi nuk jeton pa këti. Se që ka da bëj shteti me një, zot e din. Për një ka herë andim këtë. Po, 3-4 muaj, 4-5 muaj. Se që ka da bëj në i majmodhi me një, se të ka nësi ka heqe herë. Në basë bujësisë kja vetëm e bujësi. Kalamajs, grunë, sonë, bakti, të të gjonë, tonë këj me letë. Zona ju e merë i tonë me bujësi, e? Tonë bujësi, s'ka apën tjetër, veç bujësi. Pa, ja mo. Se marrin për ditë bile, dojnë me lani të shne javë për shemë. Sa bakti keni ju? Unë kam një 3 krenë, ku me qu? Me që me në të shpi. A shi gjanë. Si se shtë vështirë bëllë, që kena me bëllë. Unë dërëzënja 50 kg. 3 krenë lopë kam. Tonë jene shumë. Ishë problem punën e qumshtit, të edicionet me darë ishë problem punën e qumshtit. Problemi nuk kufizohet vetëm në Trush, por prek edhe disa fshatra të tjerë në zonën e Nën Shkodrës, ku rreth 85% të ardhurave sigurohen nga mbarështimi i blegtorisë. Shkaku kryesor lidhet me vështirësitë që po hasin baxhet për të tregtuar djathin e përpunuar, si dhe me mosplotësimin e kushteve të vendosura nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Situata është përkesuar pas masave të vendosura 2 muaj më parë nga kryeinspektori i përgjithshëm Dasnor Sula gjatë një takimi në drejtorinë renale të AKU-s në Shkodër, çka ka sjellë kufizime në aktivitetin e baxheve, ndërkohë fermerët përballen edhe me rritjen e kostove të prodhimit, përfshirë çmimet e punimit të tokës dhe të inputeve bujqësore. Këto vështirësi të shtuara po i detyrojnë shumë prej tyre të mendojnë braktisjen e blegtorisë dhe të tokave bujqësore, duke rrezikuar më tej ekonominë lokale.